Ish banore e Big Brother VIP Albania 4, Rizarta Hoxha ka sqaruar situatën e bujshme që u krijua pas transmetimit të një klipi gjatë qëndrimit të saj në shtëpi, ku ajo shprehej e habitur duke thënë se kishte menduar se po fliste me psikologen dhe jo me vllajën e madh. Ky moment u bë shpejt viral dhe shkaktoi reagime të shumta negative ndaj produksionit. Megjithatë, pas daljes nga shtëpia, Rizarta sqaroi në fan club se gjithçka kishte qenë një keqkuptim. Ka qenë një keqkuptim, ka qenë një rrëfim me vllajën e madh, një bisedë me të, nuk ka qenë bisedë me psikologen. Ishte një keq interpretim i imi apo një mënyrë e gabuar e të shprehurit aty, se si rrëfimi si momenti i surprizës ka qenë një moment aq vulnerabël, u shpreh ajo. Rizarta mohoi akuzat se produksioni kishte përdorur bisedat e saj pa autorizim, duke theksuar: "Absolutisht, bisedën e kam bërë me vllajën e madh dhe jo me psikologun, nuk më është përdorur asgjë."